Përshëndetje të dashur miq, për sot kemi përgatitur panetone. Nëse këtë recetë doni ta provoni në shtëpinë tuaj, eja dhe le ta bëjmë bashkë. Fillimisht përgatisim brumin e parë të panetones. Do na duhet një makineri robot, aty do hedhim mielin, sheqerin, i përziejmë bashkë. Më pas do shtojmë tharmin ose brumin e fermentuar, 150 gram brum të fermentuar, e hedhim tek 50 ml ujë dhe të gjithë përbërësit do t'i punojmë mirë me makineri. Në rast se nuk keni brum të fermentuar, në vend të tij mund të përdorni 7 gram maja. Pasi të jetë gati, kjo është edhe konsistenca se si duhet të duket brumi. E vendosim përsëri në makineri, ndrojmë çengelin e brumatrishes dhe fillojmë duke shtuar të verdhat e vezëve, një nga një çdo 5 minuta. Këtë proces mund ta bëni edhe me dorë, por është pak e vështirë. Pasi është punuar ashtu siç duhet, brumin do ta coptojmë në copa të vogla dhe do ta hedhim përsëri në makineri. Kjo është faza e fundit e punimit të brumit, ku do shtojmë gjalpin. Gjalpi duhet jetë në temperaturën e dhomës me qëllim që të bashkohet sa më mirë me brumin. Do ta punojmë rreth 7 deri në 10 minuta. Sa më shumë të formohet gluteni, aq më i mirë del edhe brumi. Tani e kemi gati, do ta vendosim në një enë, do ta mbulojmë dhe do ta lëmë që të vijë për 7 deri në 8 orë në një ambient të ngrohtë ose tek furra e sobës me dritën ndezur dhe derën pak të hapur. Këtu jemi pas 7 orësh, siç e shikoni edhe vetë, brumi është dyfishuar në volum. Tashmë është koha për të bërë përgatitjen e dytë të panetones. Tek makineria do shtojmë shumë pak krip, sheqer, miell dhe brumin do ta punojmë mirë, të paktën për 7 deri në 10 minuta. Pas 10 minutash, brumin e kemi gati, siç e shikoni, gluteni është krijuar ashtu siç duhet. Do fillojmë dhe do shtojmë të verdhat e vezëve, gjithashtu edhe gjalpin që është në temperaturën e dhomës. Gjalpin do ta shtojmë pak e nga pak. Dhe për t'i dhënë panetones aromën e duhur, kemi përgatitur lëkurat e 3 portokalli, të grira imët, lëkurën e 1 limoni dhe 100 gram mjalt. I kemi përzier bashkë dhe i kemi lënë në frigorifer për 12 orë para se t'ia shtojmë panetones. I përziejmë tek brumi dhe siç e shikoni, gluteni është formuar ashtu siç duhet. Në këtë fazë shtojmë frutat e thata, kemi shtuar stafi dhe rrushi dhe lëkura portokalli. Më pas do shtojmë edhe copa të vogla çokolate, po kjo varet nga shijet dhe preferencat tuaja. Tashmë brumin e kemi gati, e heqim nga ena, e lëm mbi një terras dhe do ta hapim sa më shumë që të mundemi. Shtojmë çokoladën dhe fillojmë me palosjen e brumit. Mirë është që ky brum të paloset të paktën 2 herë duke pushuar nga 30 minuta. Brumin e ndajmë në 2 pjesë të barabarta, e vendosim në forma dhe do ta lëmë që të vijë për 5 deri në 6 orë. Dhe pas kësaj kohe, panetonet i kemi gati për të pjekur. Përsipër do vendosim një krem të veçantë bajamesh, ky është kremi jon i preferuar, ose thjesht mund t'i bëni një kryq dhe të vendosni gjallë përsipër. Pas këtij procesi i kemi gati për të pjekur. Furra duhet të jetë e nxehur para kohe, pjekja bëhet në 160 gradë për 40 ose 45 minuta fiks. Pas kësaj kohe do t'i nxjerrim direkt nga furra dhe do t'i vendosim me kokë poshtë siç e do edhe tradita. Do t'i lëm ashtu me kokë poshtë gjatë gjithë natës deri të nesërmen në mëngjes. Mu desh të sajoja një boks në fakt, sepse nuk kisha vend ku t'i vendosja, megjithatë funksionoi për bukuri. Ky është edhe momenti final ku do presim panetonen dhe do shikojmë se çfarë kemi bërë. Gjatë prerjes ndihet aroma fantastike e portokallit dhe besoj që edhe shija do jetë po e njëjtë. Uroj dhe shpresoj që ta provoni këtë recetë.